Mungesa e infrastrukturës dhe zaptimi i atyre pak vendeve të parkimit të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara vijojnë të mbeten probleme të pazgjidhura në Gjirokastër. Vjolca Koko, mjeke pranë spitalit Omer Nishani dhe njëkohësisht kryetare e shoqatës së paraplegjikëve për qarkun jugor, shprehet se nuk zbatohet asnjë lloj sinjalistike. Edhe në institucionet ku janë vendosur rampa, lëvizja është tepër e vështirë për shkak të parkimeve të gabuara nga drejtuesit e mjeteve. Për ne është një nga kushtet që na siguron lëvizjen e lirë, dhe lëvizja e lirë është një nga drejtat themelore që kanë njerëzit me aftësi të kufizuar. Dhe që të lëvizësh lirisht, duhet që trotuarët të kenë vend hyrje, vend dalje, të përshtatur për personat me aftësi të kufizuar, por që të kalosh nga e majta në të djathtë në për trotuarët që ne kemi, duhet që të kemi vend kalimet për personat me aftësi të kufizuar. Dhe ajo që vëmë re ne, sepse shoqata ka qenë shumë aktive në realizimin e gjithë shkaje që ne kemi arritur në qytetin në bashkinë e Gjirokastrës, është që një parkim i gabuar i të gjitha makinave, i shoferëve, në vendet ku janë të caktuara për vend kalimin e personave me aftësi të kufizuar. Aty ku është një rampë, mua më ka qelluar shumë herë që duhet kalojnë nga e majta në djathtë, ngelen pasaj të pjesa ku kalojnë makinat, sepse përpara rampës është e parkuar një makinë, qoftë me një blokazh për kohë të shkurtër ose e parkuar. Dhe kjo është një problematik që ne kemi. Unë, nëse trotuari që të hynë në shtëpinë time ka disa rampa që të më lejon vend kalim, unë gjithmonë ato i gjej të zëna. Gjithmonë makinat janë të parkuara aty, edhe të vendi që unë kam për makinën që mund që të parkoj mjetin tim, ajo nuk respektohet. Ajo që është si problematike përgjithshme është sepse duhet që të kemi një respektim të numrit të vend parkimeve që ne na takojnë që t'jenë. Ne me luftë që kemi bërë, kemi arritur, kemi 7-8 vend parkime, por këto janë të pamjaftueshme për numrin e invalidëve që janë në bashkinë e Gjirokastrës. Sipas rregullores, duhet të jetë minimumi një vend parkim në 50 vend parkime normale. Duhet që institucionet duhet të kenë në vend parkimet që kanë rreth institucioneve të tyre deri në 5% duhet të jenë për personat me aftësi të kufizuar, dhe gjithashtu është mos flasim pastaj për përshtatjen e institucionit. Por ne jemi edhe në ato institucioneve që është mundur, që është haritur, që të krijohet një mundësi për të hyrë brenda tyre, shpesh herë ne gjejmë makina që janë të parkuara dhe të blokojmë vend parkimin. Dhe ky është një problematik që është e nevojshme, ndërgjegjësimi, është e nevojshme për ne kërkimi nga instancat që ne kemi të respektimit të këtij legjislacioni, që të kemi mundësi që të dalim lirisht. Ne shpeshherë i marrim telefon, bëhet zgjidhje për momentin, po ne duam një zgjidhje të qëndrueshme, që ai vendi që është për mua të jetë për mua, ose ndoshta kemi nevojë në rregullimin e kësaj kufizimeve ose sinjalistikave që jenë, ose duhet forcuar, ose duhet dhe një kontroll. Ajo thot se i është drejtuar jo pak herë organeve ligjzbatuese për marrjen e masave, por ende nuk është gjetur një zgjidhje përfundimtare. Situata paraqitet edhe më problematike në zonat muzeale të qytetit të Gurtë për shkak të vetë infrastrukturës dhe stilit të ndërtimit të Gjirokastrës. Në këtë zonë ndodhet edhe një numër i lartë institucionesh ku kjo kategori qytetarësh merr shërbimet e nevojshme, por qasja për ta mbetet të kufizuar dhe shpesh e pamundur.